Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi gjatë konferencës për mediat sqaroi se nga kërkesa e SPAK drejtuar kuvendit, mësohet se janë 80 prova që provojnë korrupsionin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Bardhi tha se këto prova faktojnë që akuzat ndaj Ballukut nuk janë politike, por mazhoranca kërkon ta mbrojë dhe ta pengojë drejtësinë. Kërkesat e prokurisë së posaçme. Këshilli i rregullorës dhe mandateve është mbledhur gjithmonë në të gjitha rastet brenda 48 orëve, i ka dhënë kohë personit ndaj cilit ngrihet akuza nga prokuria 48 orë, maksimumi 72 orë, dhe më pas, brenda 72 orëve të ardhshme, ka miratuar kërkesën në seancë plenare. Ky është rasti i parë ku mbyllet një mbledhje e Këshillit pa caktuar një mbledhje tjetër. Dua të ndaj me opinionin publik edhe një detaj se çfarë ndodhi dje në mbledhjen e Këshillit Mandateve. Të vetmit avokat interesit publik në atë sallë ishin 5 përfaqësues të opozitës dhe prokurorët e çështjes. Ndërkohë që pala kundër nesh ishin avokati i Belinda Ballukut dhe 5 përfaqësuesit e mazhorancës, duke nisur nga kryetari i kuvendit e duke vijuar me kryetarin e grupit e merrall, kolegët e tjerë të mazhorancës, të cilët në 6 orë diskutime në asnjë moment të vetëm nuk ishin zëdhënës interesit publik, por ishin avokat të mirëfillt të Belinda Ballukut. Dhe absurdi arrinte deri aty sa thoshim ne nuk duam kohë për shqyrtim, po kemi hallin si të shqyrtoj letrat Belinda. Madje avokati kërkonte 3 javë kohë, ta thoshin t'i japim 4 javë kohë. Një sjellje e tillë e papërgjegjshme, sigurisht që ka një urdhër me prapavi politike pasaj, është urdhri Edi Ramës për të penguar drejtësinë, është merri Edi Ramës sepse drejtësia i ka shkuar në parallomën e tij, dhe është frika e Edi Ramës nga ajo që Belinda Balluku di dhe mund dhe provon se urdhrin për të ndarë çdo procedurë prokurimi, për të caktuar dhe paracaktuar çdo fitues në çdo procedurë prokurimi ka qenë i Edi Ramës. Dua gjithashtu t'ju informoj se gjatë orëve të pasdites pas mbledhjes djeshme, të 5 anëtarët e opozitës kanë marrë atë që në fakt duhet ta merrnin që ditën menjëherë, thot ligji, me mbërritjen e kërkesës, kanë marrë dosjen e plot të sjellë nga prokuria. Pasi për 5 herë gjatë mbledhjes u tentua nga përfaqësuesit e mazhorancës të intimidoheshin prokurorët që të pohonin në seancë që deputetët nuk mund t'i marrin materialet, po Belinda po, unë dua të vlerësoj integritetin e jashtëzakonshëm që treguan të 3 prokurorët dje në seancë, duke pohuar atë që ligji thotë, që deputetët kanë të drejtë, duke ruajtur sekretin hetimor, të njihen me dosjen e plot të prokurisë.